Në Gremet e Ferizajt filluan punimet për asfaltimin e disa rrugëve dhe rrugicave që pushteti aktual ka parapar për si vjet. Sot punët nisën në lagjin Omuraj, me qras banorët u shprehën të gëzuar që më në fund po bëhen me rrugë të asfaltuar. Konsideroj se është një projekt një rëndësie shumë të veçantë për këtë pjesë, projekti cili lidh disa lagje. Këtu kemi lagjin Coroja, pastaj Kashtaniev, Burnik, Semajsi dhe më poshtë është edhe lagja Hashanve. Domthonë është një rëndësie të veçantë, e cila rrugë do të mundësoj zhvillimin më të mirë të komunikacionit rrugor, të mund të automjeteve, po edhe qarkullimin për nxënës, e cila i ka mundur kësaj pjese. Për t'i parë nga afër punët që po kryhen në Greme, ishte edhe kryetari Ferizajt Muharrem Sfarqa, i cili u zotua se pushteti aktual këtë fshat e ka prioritet për investime. Unë shpreh gatishmërinë time që këtij lokaliteti t'i kushtojmë rëndësi nga më të veçantat, në mënyrë që të krijojmë lidhje edhe me lokalitetet me cilat kufizohet fshati Greme, siç po ndodh edhe me lidhjen që do të bëhet me fshatin Rakaj për një qarkullim më të lirë dhe për qasjen në pjesën e magjistrales që shpije në drejtim të Shkupit, por po ashtu edhe për gjysmë unazën e cila në pjesën tjetër lidh anën në drejtim të fshatrave të Nerodimës dhe në pjesën e magjistrales me shtime dhe për të kaluar më vonë deri në preles të muhaxherëve. Nga Gremja, Sfarqa dha edhe një lajm të mirë për banorët e këtij fshati. Ditën e martë ne kemi një takim me zotin Alan nga CDI-a, cilit do t'i bëjmë të njohur vendimin tonë që do të bëjmë një prerje të tyre punimeve dhe kompania Bifurkacioni do ta merr përsipër instalimin e pjesëve të mbetura të ujësjellësit, në mënyrë që ky projekt të përfundojë shumë shpejt. Pjesa e punimeve që janë realizuar për ujësjellësin dhe për pompimin e ujit të pijes do të përfundojnë shpejt, ndërkaq në të njëjtën kohë do të krijohen mundësi të izolimit të kanalizimit, i cili kalon në rezervuarët e atje ku janë gjetur rezerva të ujit të pijes, të cilat procedura Komuna e Ferizajt për një pjesë të pronave i ka kryer, sa i takon shpronësimeve. E ende pa e mbyll deklaratën, Sfarqa u përball drejt për drejt me një ankesë nga një banor i Gremës. Çka do me kanalizim, nuk ka problem ata. Ja, që 3 vjet është. E di kësa herë më shkuën të ajë. Në një vite kena posë në Greme që ka intervenu në disa vend. Ti e ke di, Gafore ke di që 3 vjet kjo unë problem kam. Ja në anë e ketë ja diçka bon. 80% të dorë në lobët të dorë. Hadi këshire tash pas dite farire vjen që farase. Nuk është kjo. Ja bërë diçka, të në bojë shore. Hadi këshire tash edhe këshire vetë. Ndërkaq, deputeti i Parlamentit të Kosovës, Milazim Haliti, u shpreh se përveç investimeve që po bën pushteti lokal, deputetët po bëjnë kërkesa edhe për investime nga qendra. Ne jemi të kënaqur me investimet që i ka bën qeveria, respektivisht Ministria e Infrastrukturës. Dhe do të vazhdojmë, besoj, do të jemi në rrjedha për kërkesat e qytetarëve, t'i prezantojmë ato. Kemi edhe çështje tjera, siç është si deputet nga Ferizaj, kyçe në autostradë, që kemi bën një kërkesë në Ministrinë e Infrastrukturës dhe besoj që ai kërkesë do të realizohet, por nevojitet edhe një pëlqim, respektivisht një vendim i qeverisë që do të jetë një kyçe më e afërt për qytetarët e Ferizajt në autostradë. Përveç në Greme, me fondet e komunës sot filluan punimet edhe për asfaltimin e rrugës në lagjën Nuhaj të fshatit Komogllav.